Përshëndetje, nderuar zoti kryeministër, të nderuar ministra, nderuar zoti ambasador i Bashkimit Evropian, nderuar zoti kryespektor i përgjithshëm, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe të industrisë ushqimore. Zonja dhe zotrinj, faleminderit përzemërsisht për pjesëmarrjen tuaj sot këtu, për të diskutuar mbi një moment kyç për vendin tonë, një moment që shënon një hap të qartë dhe të vendosur drejt standardeve europiane me sigurinë ushqimore. Përmbushja e kushteve të Bashkimit Evropian nuk është thjesht një objektiv afatgjatë tashmë. Është një prioritet i menjëhershëm dhe i padiskutueshëm për të cilën qeveria shqiptare dhe të gjithë institucionet janë plotësisht angazhuara. Në këtë proces, autoriteti kombëtar i ushqimit ka një rol thelbësor. Një rol që shkon përtej detyrimit institucional. Një rol i cili lidhet drejt për drejti me shëndetin, me sigurinë dhe me besimin e qytetarëve. Sepse siguria ushqimore nuk është thjesht një standard teknik, është çështje besimi publik, është një kontratë besimi mes shtetit, mes industrisë dhe qytetarëve. Dhe pikërisht për këtë arsye, procesi që kemi nisur sot nuk synon në vetvete të mbyll biznese, por synon të rrisë standarde, të forcoj tregun, të ndërtoj një sistem të drejtë dhe të besueshëm për të gjithë. Në këtë kuadër kemi çelur zyrtarisht procesin e vlerësimit dhe kategorizimit të stabilimenteve në 4 sektor, në sektorët e mishit dhe nën produkteve të tij, në sektorët e qumshit dhe nën produkteve, të vezës dhe të peshkut, si edhe të ushqimit për kafshë. Por duke marrë parasysh rëndësinë e këtij procesi që zhvillohet për herë të parë në vendin tonë, kemi organizuar disa tryeza teknike me përfaqësues të gjithë sektorëve për të diskutuar dhe me mbështetjen e Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si edhe Këshillin Ekonomik Kombëtar, për të diskutuar mbi të gjitha detyrimet që na lindin në kuadër të aderimit në Bashkimin Evropian, si edhe për të adresuar të gjitha kërkesat dhe marrjen e masave për të përgjigjur këtyre kërkesave. Gjithashtu kemi zhvilluar dhe shumë takime me partnerë ndërkombëtar, me të cilët kemi diskutuar për prioritetet tona dhe mbështetjen e tyre, me përfaqësim të GIZ-it, me përfaqësues të Bankës Botërore, me përfaqësues të misionit lituanez, të cilët janë të mbështetur nga EU Food for Safety, në mënyrë të tillë për të arritur që të kemi jo vetëm trajnime dhe asistent, por për të arritur që trupa jon inspektuese të jetë në të gjitha standardet e duhura për të zhvilluar këtë proces. Gjithashtu, besoj që meqense ky është një nga instrumentet më të rëndësishëm në përmbushjen e benchmarkut të kapitullit 12, si edhe për ndërtimin e një sistemi të sigurisë ushqimore plotësisht të harmonizuar me standardet e Bashkimit Evropian, ai gjithashtu na mundson një panoramë reale të nivelit të përputhshmërisë të çdo sektori, gjithashtu të identifikojmë qartë problematikat, si e të ndërtojmë masa konkrete për përmirësimin. Kapitulli 12 na vendos edhe përpara disa sfidave konkrete. Sfida e parë dhe më e rëndësishme është rritja e standardeve të stabilimenteve ushqimore. Por çdo subjekt do duhet jo vetëm të përmbushë kërkesat e Bashkimit Evropian, por gjithashtu të përmbushë në kohën e duhur, pasi rrezikon të mbetet jashtë tregut në momentin e anëtarësimit. Për këtë arsye, qasja jonë është e balancuar, por dhe e përgjegjshme, ku synohet ndërtimi një plani konkret për mbështetjen financiare të targetuar, afate të qarta për përmirësimin, si edhe bashkëpunimin e ngushtë me biznesin. Qëllimi është më së i qartë, ky tranzicion të mos jetë barr, por duhet të jetë mundësi zhvillimi. Dhe gjithashtu elementi kritik që duhet kemi parasysh është menaxhimi nën produkteve me origjinë shtazore dhe funksionimi i thertoreve sipas standardeve europiane. Dhe po ashtu në këtë synim, në këtë drejtim synojmë të konsolidojmë kuadrin ligjor, gjithashtu vendosjen dhe klasifikimin e qartë sipas riskut, si edhe mbështetjen me investime në infrastrukturë të dedikuar. Kjo garanton gjurmëshmërinë e plotë dhe eliminon çdo lloj rreziku për kontaminim. Sektori i qumshit është një tjetër nga sektorët që ka një nga sfidat më komplekse për shkak edhe të fragmentimit të fermave. Dhe për këtë arsye, deri në fund të vitit 2026, Ministria e Bujqësisë
dhe ne së bashku si autoritet kombëtar i ushqimit dhe pashtu autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve synon të zbatoj një strategji të detykuar që synon rritjen graduale të cilësisë, mbështetjen e fermerëve dhe përpunuesve, si dhe përmirësimin e zinxhirit të grumbullimit dhe të transportit. Një qasje realiste, por mëse vendosur drejt standardeve europiane. Në të njëjtën kohë, një shtyllë themelore e reformës është forcimi i kapaciteteve infrastrukturore dhe laboratorike. Përmes projektit KRAD, një projekt i cili është nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, synohet ngritja nga fillimi i 4 laboratorëve dhe pajisja me mjete laboratorike bashkohore të 3 të tjerëve dhe së pashtu po investohet në rritjen dhe përmirësimin e infrastrukturës në të gjitha pikat e inspektimit kufitar. Kjo do të rrisë ndjeshëm jo vetëm saktësinë e analizave, jo vetëm uljen e kohës në përgjigje ndaj kërkesave të operatorëve të biznesit ushqimor, por edhe shpejtësinë e kontrolleve dhe mbi të gjitha besueshmërinë e sistemit. Thelbi i kësaj reforme është i qartë, ndërtimi i një sistemi transparent, të matshëm dhe të drejtë. Dhe kategorizimi në fakt nuk është vetëm thjesht një formalitet, është një instrument konkret i cili përcakton nivelin real të përputhshmërisë, identifikon mospërputhjet dhe orienton investimet dhe mbi të gjitha afatet për përmirësim. Procesi zhvillohet me një njoftim paraprak, në mënyrë të posaçme për të reflektuar realitetin e përditshëm të funksionimit të stabilimenteve dhe të sistemeve të vetkontrollit, duke përfshirë edhe planin hasap. Në këtë pikë dua të jem shumë e qartë. Siguria ushqimore është një standard i panegocueshëm. Asnjë produkt që rrezikon shëndetin e qytetarëve nuk do të jetë pjesë e tregut. Respektimi i kërkesave është i detyrueshëm për të gjithë dhe pa diferencime. Qasja re e autoritetit kombëtar të ushqimit shënon një ndryshim të rëndësishëm. Nga një model i cili ka qenë i bazuar kryesisht në kontroll dhe ndëshkim, në një model modern, proaktiv dhe të bazuar në risk. Sepse parimi ynë tashmë është i thjeshtë. Parandalimi është shumë i fortë se sa vetë ndërhyrja pas faktit. Dhe hartimi i planit kombëtar për përmirësimin e standardeve do të jetë edhe udhërrëfyesi jon kryesor për këtë transformim. Ky plan përcakton prioritete sipas sektorëve, orienton investimet, vendos afate të matshme dhe siguron një tranzicion të strukturuar drejt standardeve të Bashkimit Evropian. Të nderuar përfaqësues të industrisë. Ky proces në vetvete është një sfidë, por mbi të gjitha është një mundësi. Standardi evropian nuk është një pengesë. Është çelësi për të hyrë së bashku në tregun e përbashkët evropian. Ai rrit cilësinë, forcon konkurrencën dhe ndërton besimin e konsumatorëve. Në këtë rrugë, autoriteti kombëtar i ushqimit do të jetë pranë jush, do të jetë partner i drejtë, do të jetë transparent dhe më së i vendosur. Në fund, emëruesi i përbashkët i të gjithë këtij procesi është një: siguria ushqimore dhe besimi i qytetarëve. Dhe jam e bindur që me mbështetjen e qartë të qeverisë shqiptare dhe në drejtimin tuaj, zoti kryeministër, bashkëpunimin e industrisë dhe me mbështetjen e partnerëve europian, ne do ta ndërtojmë një sistem modern, të besueshëm dhe plotësisht europian të sigurisë ushqimore në Shqipëri. Ju faleminderit për vëmendjen dhe tani kam kënaqësinë të ftoj zotin Gonzato, ambasador të Bashkimit Evropian, për fjalën e tij. Faleminderit. Thank you very much, Blerina. And ladies and gentlemen, ministers, it's really a pleasure for me to be here today. When the Prime Minister invited me to address this congregation, I accepted gladly because I think it's extremely important, the discussion you're having today. Because food safety is an area that sits at the very core of public health, consumer trust, and most importantly, and that's why I'm here, Albania's integration into the European single market. Food safety. Siguria ushqimore, siç e tha Blerina, nuk është vetëm një kërkesë teknike. Ajo
është një mirë publike themelore dhe të gjithë qytetarëve u takon. Siguria ushqimore mbron qytetarët, ndërton besimin e konsumatorëve dhe siguron që bizneset të mund të konkurojnë në mënyrë të drejtë dhe me sukses dhe sigurisht edhe objektivi që duhet kenë të gjithë edhe për ta vendosur pra atë në tregun evropian. Dhe në kontekstin e antarësimit në Bashkimin Evropian, ajo përfaqëson gjithashtu edhe një nga fushat më komplekse dhe transformuese të reformës. Tashmë Shqipëria ka hyrë në këtë fazë vendimtare të negociatave. Dhe kështu ecuria nuk matet më vetëm me qëllimet që ka Shqipëria apo me miratimin e legjislacionit, por matet me anën e sistemeve që funksionojnë, pra sisteme të cilat janë të harmonizuara me legjislacionin e BE-s dhe vijnë në zbatim siç duhet, por edhe inspektime që janë efektive dhe bazohen në rrezik të qartë, pra në bazë të një vlerësimi rreziku. Bazohet gjithashtu tek laboratorë të akredituar dhe që japin rezultate të besueshme dhe mbi të gjitha bazohet tek fakti që duhet ketë subjekte ushqimore që mund të përmbushin në mënyrë të qëndrueshme standardet e BE-s. Në qendër të këtij transformimi qëndron një çështje kyçe. Kategorizimi i duhur i operatorëve të biznesit ushqimor dhe përmirësimi i subjekteve përkatëse në përputhje me standardet e BE-s. Ndoshta kjo ju duket teje teknike, por në fakt në realitet është një moment përcaktues për sektorin. Pasi një sistem kategorizimi që funksionon mirë, u bën të mundur autoriteteve që së pari të dallojnë ndërmjet atyre subjekteve që tashmë i përmbushin standardet e BE-s, atyre që mund të arrijnë pajtueshmërinë me këto standarde brenda një afati të arsyeshëm kohor dhe atyre që kërkojnë përshtatje më të rëndësishme apo themelore dhe në bazë të kësaj pune, autoritetet mund të përdorin burimet e kufizuara, sepse në fund të fundit burimet gjithmonë janë të kufizuara, dhe t'i bazojnë ato në kontrolle që në bazë kanë rrezikun. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në sektor si përpunimi i qumshtit dhe i mishit, ku hendeku ndërmjet praktikave aktuale dhe kërkesave të BE-s mund të jetë konsiderueshëm. Duke marrë si shembull sektorin e qumshtit, për shkak të rëndësisë së këtij sektori dhe gjetjeve të fundit nga audituesit mbi cilësinë e ulët të qumshtit të papërpunuar, i cili shpesh nuk monitorohet në përputhje me kërkesat e BE-s, përmirësimi i cilësisë së qumshtit të papërpunuar nuk është vetëm një kërkesë rregullatore e BE-s, por është parakusht për të qenë konkurrent dhe për në tregun e BE-s dhe për të patur akses në këtë treg. Pa cilësi të qëndrueshme të nivelit të prodhimit primar është pamundur të ndërtohet një zinxhir vlere që përmbush standardet e BE-s. Pra, trajtimi i qumshtit të papërputhshëm, investimi në sistemet e grumbullimit dhe forcimi i kontrolleve të cilësisë nuk janë opsionale, por hapa thelbësor në procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE, si edhe një nga piketat përmbyllëse që duhet të përmbush Shqipëria, pra një nga ato kërkesat kur ne mund të themi që po, Shqipëria ka përmbushur këtë kërkesë dhe mund të mbyllet negocimi i këtij kapitulli. Pra, për operatorët e biznesit ushqimor, ky tranzicion paraqet jo vetëm mundësi, por që të jemi edhe të sinqertë, edhe sfida madhore. Nga njëra anë, harmonizimi me standardet e BE-s hap derën drejt një prej tregjeve më të mëdha në botë. Pra, ju jep mundësi, forcon besimin e konsumatorëve, përmirëson reputacionin e produkteve shqiptare dhe krijon mundësi të reja për rritje, investime dhe eksporte. Nga ana tjetër, ai kërkon investime në infrastrukturë, në pajisje, miratimin dhe adoptimin e produkteve më të rrepta të higjienës, praktikave të rrepta, përmirësimin e gjurmëshmërisë dhe trajnimin e vazhdueshëm të stafit. Dhe për shumë operatorë, veçanërisht ata të vegjël, kjo mund të jetë sfiduese. Dhe kjo është arsye sepse rritja e ndërgjegjësimit dhe ky diskutim e ditës së sotme është hapi i parë në këtë drejtim. Pra ju duhet të jeni të qartë për kërkesat me të cilat do të përballeni dhe duhet ju jepet mbështetje e qartë për të përmbushur këto kërkesa. Pra,
Antarësimi në BE duhet të kuptohet, por edhe të përqafohet nga i gjithë sektori. Operatorët e biznesit ushqimor duhet të shohin pajtueshmërinë jo si barr, por si investim tek e ardhmja juaj. Në të njëjtën kohë, nevojiten më shumë përpjekje nga qeveria dhe kam diskutuar këtë shumë herë me krye negociatoren, që të sigurohet pra që bizneset të kuptojnë plotësisht kategorizimin, implikimet e kategorizimit dhe mbështetjen që duhet të kenë për të patur më shumë financim. Prandaj, procesi i kategorizimit dhe përmirësimit dhe zbatimit duhet të realizohet me standardet më të larta të profesionalizmit dhe integritetit, duhet jetë transparent, i drejtë, i bazuar në kriteret të qarta teknike. Dhe besimi në sistem varet pikërisht nga kjo punë. Pa besim dhe transparencë, as reformat më të mirë projektuara nuk mund të kenë sukses. Më lejoni të them diçka. Ne, Bashkimi Evropian, jemi plotësisht të përkushtuar për ta mbështetur Shqipërinë në këtë proces. Ne nuk është se thjesht qëndrojmë këtu përpara jush dhe presim derisa ju të përmbushni kriteret, por ne përpiqemi që t'ju ndihmojmë sa më shumë që të jetë mundur që tani. Dhe për këtë arsye i kemi dhënë Shqipërisë 12.5 milionë euro me anën e projektit BE-ja për sigurinë ushqimore, që siç e tha Blerina, vihet në zbatim nga një konsorcium i udhëhequr nga Gizi dhe përfshin Ministrinë Gjermane të mbrojtjes së konsumatorëve dhe sigurisë ushqimore, si edhe shërbimin ushqimor dhe veterinar të Lituanisë. Të dyja këto palë, Gjermania dhe Lituania, ofrojnë ekspertizën e tyre praktike për të sjellë modele të provuara në BE në zbatim këtu në Shqipëri. Pra është thelbësore që ju ta shfrytëzoni këtë mbështetje që po ju jepet nga BE-ja dhe jam i sigurt që autoriteti kombëtar i ushqimit po bën pikërisht këtë gjë. Pra kjo mbështetje e jona pasqyron partneritetin ton më të thellë. Integrimi në BE ne nuk e shikojmë si një proces të njëanshëm, por si një përpjekje të përbashkët. Ecuria e Shqipërisë varet nga bashkëpunimi, dialogu dhe një angazhim i përbashkët për të arritur rezultate konkrete. Pra zonja dhe zotrinj, Shqipëria tashmë ka bërë një përparim shumë të rëndësishëm. Drejtimi është i qartë, por hapat e ardhshëm do të jenë vendimtar. 6 kushtet përmbyllëse për kapitullin 12 me sigurinë ushqimore janë përcaktuar, janë të qarta, dhe përmbushja e tyre do të kërkojë angazhim të vazhdueshëm politik, leadership të fortë institucional dhe përfshirje aktive nga sektori privat. Ne, Bashkimi Evropian, do të vazhdojmë të mbetemi partneri juaj i përkushtuar në këtë rrugtim tuaj në kaq të rëndësishëm. Faleminderit të gjithëve. Thank you, dear Silvio, for your Silvio, për mbështetjen e vazhdueshme session path, but in particular rrugtimin tonë të with integrimit this project EU Food for Safety. me këtë projekt BE-ja për sigurinë ushqimore, sepse është thelbësore për ne. Përvoja dhe ekspertiza nga misioni lituanez jo vetëm kaq, janë vërtet shumë të rëndësishme për ne. Dua të falenderoj gjithashtu dhe për vizionin tuaj të qartë për këtë proces të mbushur për plot me sfida. Faleminderit shumë. Tani e ka fjalën zonja Duka, fjala juaj. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve të nderuar. Shqipëria ndodhet në një çast historik të udhëtimit drejt familjes europiane dhe në rrugën e negociatave për antarësim. Gjatë vitit 2025 i çelëm negociatat për të gjitha fushat, ose siç quhet në gjuhën e negociatave, kapitujt. 33 të tillë. Menjëherë kemi hyrë në fazën më intensive, atë të përgatitjes teknike për të mbyllur negociatat për antarësim. Dhe për këtë jemi të gjithë së bashku sot për të bashkuar forcat në një fushë shumë të rëndësishme, siç është siguria ushqimore. Rruga drejt familjes europiane është një rrugë transformimesh, pas një dyshim. Edhe të tregut, edhe të bujqësisë, edhe të prodhimit bujqësor. Standardet europiane të sigurisë ushqimore janë një arsye e fortë, e rëndësishme, por dhe me shumë vlerë për këtë transformim të stabilimenteve të produktit shqiptar, për prodhuesit dhe eksportuesit, por mbi të gjitha për konsumatorin shqiptar si atë europian. Shqipëria duhet t'i arrijë të gjitha standardet e sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian.
teksa bëhet pjesë e tregut të përbashkët të Bashkimit Evropian. Duhet i arrijë të gjitha standardet e sigurisë ushqimore, teksa hyn në Bashkimin Evropian dhe pas. Po Shqipëria ka mundësi ta përdorë këtë proces si një instrument modernizimi, duke ndërtuar stabilimente bujqësore dhe blegtorale, sidomos më produktive dhe institucione të cilësisë dhe të zbatimit më të forta, më pro-europiane. Sigurisht që standardet e sigurisë ushqimore do të zbatohen jo vetëm për eksportet, por edhe për produktet në tregun e brendshëm. Pra në ndryshim deri më sot, ku kemi standarde të caktuara të sigurisë ushqimore për produktet në tregun shqiptar dhe disa të tjera për ato që eksportohen, të bërurit vend antar në Bashkimin Evropian do të thotë se të njëjtat standarde do të zbatohen në sigurinë ushqimore si për produktet që konsumojnë konsumatorët shqiptar, ashtu edhe për ato që eksportohen drejt Bashkimit Evropian. Sepse rregulloret që përcaktojnë standardet e higjienës për produktet me origjinë shtazore, sidomos, siç u përmend, mishi, peshku, veza, qumshti dhe nënproduktet, duhet të përmbushen nga prodhuesit shqiptar plotësisht, deri në antarësim dhe mbas antarësimit. Kemi një kërkesë specifike nga Bashkimi Evropian në negociatat për antarësim. Ky është hartimi një programi kombëtar për përmirësimin e stabilimenteve bujqësore. Dhe duke qenë se Shqipëria po punon për të përgatitur teknikisht, për të mbyllur negociatat edhe në fushën e sigurisë ushqimore, puna për programin kombëtar për stabilimentet ka nisur bashkë me kolegët e mi, 2 negociatorët, zëvendës ministrat në Ministrinë e Bujqësisë, cilët i falenderoj publikisht. Faza e parë e hartimit i programi është skanimi, siç u tha këtu, i të gjitha stabilimenteve bujqësore. Sidomos, më lejoni ta përsëris edhe një herë, ato të mishit, peshkut, vezëve, qumshtit dhe në produkteve. Sidomos për standardet e higjienës në prodhim, ruajtje, transport, grumbullim, përpunim, tregtim brenda dhe jashtë vendit. Dhe procesi i kategorizimit dhe i skanimit ka nisur nga 14 prilli në drejtimin e Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe po kryhet nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në të gjitha qarqet për mbi 900 stabilimente, kështu që të dashur prodhues shqiptar, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit do të trokas pranë jush për të parë stabilimentet nëse i plotësojnë këto standarde. Qëllimi është pozitiv, ai hartimit të programit të përmirësimit të stabilimenteve, teksa i përgatisim bizneset shqiptare për të bërë pjesë e tregut të përbashkët të Bashkimit Evropian. Kjo radiografi, nëse mund ta quaj kështu, do të na sjellë një tablo të qartë me qëllim që të kemi mundësi të punojmë me ju duke ju mbështetur hap pas hapi në programin e përmirësimit, me ato stabilimente që mund të përmirësohen, me ato që duhet të transformohen, sepse nuk është efektive që të përmirësohen. Sigurisht që këto përmirësime që duhen kryer si në infrastrukturë, në teknologji, në mjete, në pika grumbullimi, në transport, në të gjitha dimensionet, do të jenë graduale. Pra do t'i bëjmë avash, duke u nisur nga tani deri në 2030 dhe pas. Ky program bazohet në zbatimin e rregulloreve të Bashkimit Evropian, të cilat janë të njëjta për të gjithë vendet anëtare dhe të njëjta për të gjithë prodhuesit në Bashkimin Evropian, siç do të jenë edhe në Shqipëri. Dhe siç u përmend dhe dëshiroj ta falenderoj ambasadorin, kemi në krah Bashkimin Evropian gjatë këtij rrugtimi. Po zbatohet programi Bashkimi Evropian për sigurinë ushqimore që do të na shoqërojë për 3 vjet
gjatë këtij procesi skanimi dhe planeve të përmirësimit të stabilimenteve që do të ndërtoj secili nga jush me mbështetjen tonë krah më krah. Sigurisht që në këtë rrugë kemi parë edhe eksperiencën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat janë histori pozitive dhe suksesi. E di që ndoshta në momentet e ndryshimit ka një ndjeshmëri në lidhje me të ren, me standarde të reja, i arrim ose jo tani, por duhet të shohim para. Historitë e vendeve anëtare janë histori suksesi. Ne kemi parë rrugtimin e vendeve si Kroacia, Slovenia, Estonia, që janë më pranë nesh edhe për nga masia dhe struktura, por edhe Polonia, Bullgaria, Rumania e të tjerë në rrugën e tyre drejt në tregu me 450 milion konsumator, si që është tregu i Bashkimit Evropian. Shumica e këtyre vendeve hynë në tregun e Bashkimit Evropian me një strukturë bujësore shumë të fragmentuar, me fermat vogla familjare, njësoj si ne, dhe sigurisht bujësia kishte një peshë të lartë në punësim dhe vetë punësim, njësoj si ne. Por çfarë tregojnë shembujt e këtyre vendeve? Për shembull në Kroaci, struktura fillestare ishte fragmentuar dhe masia e fermës e vogël, por u rit nga rreth 2.4 hektar në vitin 2003 në 11.6 hektar në vitin 2016, 3 vjet mbas antarësimit. Pra faza para dhe pas antarësimit shërbeu për të arritur fermën bujësore, jo në të kundërt për të adopsuar apo larguar atë nga tregu. Prandaj, kështu duam të progresojmë edhe ne. Jo vetëm masia e fermës, por edhe të ardhurat bujësore për një si pune të vendeve të Bashkimit Evropian, patën një trend rritës. Dhe rritja u shoqërua sigurisht dhe nga prodhimi dhe nga ristrukturimi i inputit. Kuptohemi, siç tham, punojmë për të ndryshuar pikat e prodhimit në Shqipëri. Gjithsesi, mund të thuhet me plot gojën që integrimi evropian ka funksionuar si katalizator i modernizimit të bujësisë në shembujt e të gjitha vendeve anëtare, të cilat janë bashkuar tregut përpara nesh, rrugë në të cilën po ecim edhe ne me hapa të sigurt dhe të qartë, por dhe të kujdesshëm të gjithë së bashku. Siç përmenda, tregu i Bashkimit Evropian përfaqëson një nga tregjet më të fuqishme dhe të qëndrueshme në botë, me një numër të madh konsumatorësh. Çfarë i ofron tregu prodhuesit shqiptar? Sigurisht i ofron kontrata më afatgjata, pagesa të sigurta dhe një kërkesë të vazhdueshme. Rrjete supermarketesh, rrjete për punuesish bujësor, e kështu me radhë. Shqipëria e ka pozicionin gjeografik shumë të favorshëm, sepse është afër disa vendeve të Bashkimit Evropian, që do të thotë tregu të Bashkimit Evropian, dhe ka avantazhe konkurruese edhe të kostës dhe të kohës. Për më tepër që ka një traditë të gjatë në blegtori dhe në prodhim, blegtoral dhe jo vetëm, të cilën ne synojmë ta ruajmë së bashku në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ndaj, standardet e Bashkimit Evropian nuk duhen parë si një barë, por duhen parë si një udhërëfyes për të arritur prodhimin, produktin shqiptar dhe cilësinë e tij. Me të qenurit pjesë e Bashkimit Evropian, do të kemi dhe më shumë mbështetje. Këtu përmend mbështetja, por mbështetja edhe financiare sigurisht që rritet. Janë fondet e Bashkimit Evropian për pagesa direkte, mbështetja në infrastrukturë për përpunimin, në infrastrukturën rurale me investime të tilla si këto, megjithëse edhe sot edhe qeveria ka disa instrumenta shumë të mirë të mbështetjes, sidomos garanci për kredi, përveç skemave kombëtare që i zbaton Ministria e Bujqësisë. Në këtë kuptim, mendoj se për fermen shqiptar, hyrja në tregun evropian do të thotë më shumë mundësi për produktin me çmim më të mirë dhe me kërkesë më të qëndrueshme, megjithëse tashmë konsumatorët evropian i kemi vizitor të përvitshëm edhe në tregun shqiptar me 12.5 milion vizitor
në vitin 2025. Na prifte mbara të gjithë të bashku dhe faleminderit shumë. Faleminderit e dashur Majlinda. Faleminderit për gjithë takimet e fryshme që kemi patur, ku edhe eksperienca juaj e posaçme në bashkëpunim edhe me zëvendës ministrat që janë negociator për kapitullin 12 na ka shërbyer shumë për të prioritizuar të gjithë punën tonë. Tashmë kam kënaqësinë e posaçme të jap fjalën kryeministrit të Shqipërisë, zoti Edi Rama, ku fal mbështetjes tij unë besoj që i gjithë sektori dhe qeverisë të tij, i gjithë sektori do ta shikojë atë që ne presim të tërë nga Bashkimi Evropian, si një mundësi shumë e madhe e zhvillimit në tregun e përbashkët. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kjo mbledhje, ky takim ka një rëndësi të posaçme në një proces i cili është pjesë e proceseve që ne vendi ynë po zhvillon në kuadër të negociatave dhe të objektivit për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Pse ky proces ka një rëndësi të posaçme? Sepse ky proces lidhet me sfidën më të vështirë dhe më komplekse të gjithë proceseve të antarësimit. Sfida e sigurisë ushqimore. Përpara sa të them disa gjëra lidhur me këtë, dua ta përsëris sepse ma ha mendja që në këtë aspekt del më në pah se sa në aspekte tjera rëndësia madhore që ka për ne, që ka për vendin tonë, që ka për shoqërinë tonë, që ka për të ardhmen e fëmijëve tanë procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, të cilin shumë kush e ngatron ose e keq kupton si një proces që lidhet me detyra të cilat ne duhet i plotësojmë për hir të tjerëve. Me detyra të cilat ne duhet i plotësojmë sepse na i kërkon Brukseli, na i kërkon Berlini, na i kërkon Parisi, Roma e kështu me radhë. Në fakt, ky proces lidhet me një bagazh të pazëvendësueshëm dije që ne duhet ta importojmë nga Bashkimi Evropian në Shqipëri për të ndërtuar shtetin evropian të shqiptarëve. Një bagazh dije që ne duhet ta importojmë në çdo drejtim për të garantuar standarde, të cilat janë standardet e Bashkimit Evropian, por të cilat këtu në vendin tonë janë në funksion të shëndetit, të zhvillimit, të interesit të çdo familje shqiptare. Dhe tek siguria ushqimore kjo është shumë konkrete. Dhe unë e them me plot gojën që pa Bashkimin Evropian, pa gjithë këtë bagazh dije që vjen në këtë proces, përmes gjithë atyre hapave që janë të parashikuar në rrugën e negociatave, përmes gjithë atyre masave që i sugjerohen Shqipërisë që ti marrë përsipër, përmes atyre reformave që i kërkohen Shqipërisë për t'u antarësuar në familjen evropiane, ne do ta kishim përndryshe të pamundur të arrinim ato standarde sigurie, ato standarde dhe garanci për zhvillim dhe prosperitet të vendit tonë. Sepse kur flasim për sigurinë ushqimore, flasim për diçka që nuk kemi se si ta negociojmë, nuk kemi se si ta relativizojmë dhe jo vetëm kaq, por nuk kemi se si ta realizojmë nëse nuk
zotrojmë dijet për të ngritur të gjithë atë ngrehin institucionale, politikbërje, zbatimit politikave dhe inspektimi që përndryshe në munges na krijon probleme të mëdha që reflektohen në fund fare tek shëndeti dhe mirëqenia e njerëzve tanë. Prandaj standardet europiane, të cilat janë sfida për të fituar, të cilat janë majat vështira për të arritur, në fund të ditës nuk janë zinxhir në këmbët tona, por janë krah që na lehtësojnë ngjitjen më lart. Dhe prandaj duhet pasur parasysh që kur flasim për ecje drejt Europës, flasim për Shqipërinë që bëhet Europë. Nuk flasim për një udhtim jashtë vendit, po flasim për një ripërtritje tërësore të vendit dhe për përmbushjen e një procesi historik shtetbërje mbi standardet europiane. Ne kemi natyrisht detyrimin të harmonizojmë kuadrin ligjor të Shqipërisë me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian në të gjitha drejtimet dhe patjetër edhe në këtë drejtim. Por për te harmonizimit të kuadrit ligjor, ne na duhet modernizimi i sistemit veterinar, na duhet modernizimi i rrjetit të laboratorëve, të cilat as nuk mund të konsiderohen në fakt detyra, por janë zgjedhje të pa tjetërsueshme dhe të pa shmangshme për të nesërmen tonë. Dhe në fund ligji i shkruar sado mirë nuk bën punën. Punën e bën njerëzit që e zbatojnë ligjin. E bën njerëzit që duhet luftojnë informalitetin në zinxhirin ushqimor. Një problem serios ky me cilin përballemi sot dhe gjithë ditën, i cili nuk është thjesht një çështje ekonomike ose cilësie ushqimore në vetvete, por është pjesë e luftës për shtetin e drejtës, për të drejtat e konsumatorit dhe për të drejtat e çdo fermeri apo sipërmarrësi në një treg ku duhet siguruar konkurenca e ndershme dhe duhet të triumfojë gjithnjë merita e atij që është më i Zoti. Prandaj ne i kemi kushtuar një vëmendje të veçantë në këtë fazë procesit të jetësimit të ligjit të ri për inspektoriatet. Dhe dua ta përshëndes kryeинspektorin e përgjithshëm për angazhimin e tij të posaçëm, dua ta përshëndes këtu edhe Blerinën, e cila e ka nisur me themel punën për ta ngritur Agjencinë Kombëtare të Ushqimit në nivelin e kësaj sfide madhore. Dhe dua t'i përshëndes të gjithë ata të tjerë që janë të përfshirë në të proces në piramidën e inspektoriatëve, për të cilët detyrat janë shumë të qarta dhe mbi të gjitha të cilëve u takojnë dy përgjegjësi shumë të rëndësishme. Nga njëra anë zhvillimi i mëtejshëm i dijeve të tyre për detyrën, trajnimi i vazhdueshëm i tyre me përgjegjësitë dhe me barrën qytetare të detyrës, dhe nga ana tjetër
ndërtimi i një kulture dhe i një praktike kontrolesh zyrtare në bazë risku të harmonizuara dhe të monitoruara nga qendra për t'i dhënë fund njëre mirë në të gjithë inspektoriatet traditës së vjetër edhe të shëmtuar të kontroleve të befasishme të iniciuara nga vetë inspektorët, të cilat janë një shëmti e vërtet. Nga ana tjetër, ne kemi sot një institut të sigurisë ushqimore dhe veterinare, i cili kërkon mbështetje, i cili kërkon rritje kapacitetesh, i cili kërkon zgjerim të rolit vet, dhe në ndërkohë kemi gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të na mbështetur me binjakëzim në sistemin aq shëmbullor dhe aq të dobishëm që kanë vendet e Bashkimit Evropian, të binjakëzimeve mes institucioneve për të jo thjesht ndarë formalisht kohë me njëri tjetrin, po për të marrë eksperiencën dhe dijet e një institucioni të klasit parë në Bashkimin Evropian dhe për ta transferuar në institucionin përkatës këtu në Shqipëri. Në dijenin time po zhvillohen bisedime në këtë drejtim dhe së shpejti ne do të kemi qoftë një binjakëzim të vetë agjencisë kombëtare të ushqimit, qoftë një binjakëzim të Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare. Tani, le të vim tek problematika, sepse arsyeja themelore që na sjell ne këtu dhe për cilën jemi vazhdimisht shqetësuar është si të informojmë në kohë, të informojmë hapur, pa zbukuruar realitetin dhe të informojmë në mënyrë të detajuar sipërmarrjen për atë që e pret. Ajo që e pret sipërmarrjen me këtë proces të antarësimit në Bashkimin Evropian është një thik me dy presa. Në një anë, e tha Majlinda, një horizont i ri mundësish për ata që do t'jenë përgatitur, nga ana tjetër një humner falimentimi për ata që nuk do t'jenë përgatitur. Ky është realiteti. Dhe kur vjen puna tek siguria ushqimore, duke pasur parasysh pjesën më të ndjeshme të kësaj fushë të gjerë që është siguria e prodhimeve shtazore dhe gjithë në produkteve, ne duhet ta bëjmë të qartë për të gjithë ata të cilët janë të angazhuar, për gjithë ata që kanë investuar qoftë edhe në një baxhet vogël, se nesërmja do t'jetë fatale nëse sot nuk do të kuptojnë se ku janë në raport me standardet dhe se çfarë duhet bëjnë për të qenë gati nesër. Lexoj dhe dëgjoj që procesi negociatave nuk qënë nga proces negociatave, por qënë nga një proces ku ne marrim urdhra dhe zbatojmë urdhrat dhe asgjë tjetër. Këto i thonë njerëz që nuk kanë idenë se çfarë është procesi negociatave, ndërkohë që procesi negociatave është vërtet një proces negociatash për gjëra të cilat ne na duhet pak më shumë kohë. Dhe një nga gjërat për cilat ne na duhet pak më shumë kohë është pikërisht ajo që lidhet me këtë fushë, me fushën e sigurisë ushqimore. Dhe për këtë arsye, ne dhe Komisioni Evropian negociojmë për një shtyrje përtej momentit të antarësimit të afateve kur standardet
këto duhet të jenë 100% ashtu siç i thot legjislacioni evropian, për 100% të gjitha atyre që janë përfshirë në sektorin e bujqësisë. Por ama edhe duke marrë në konsiderat faktin që ne mund t'ja dalim të negociojmë një 5 vjet plus, që do të donte të thoshte nga sot në 2035, në rast se në 2030 do të jemi antar, kjo është një kohë shumë e shkurtër për t'u përgatitur. Bashkimi Evropian, siç e dini, ka sjell përmes komisionit një përfaqësi ekspertësh që kanë parë pikat e prodhimit, të grumbullimit, të aktiviteteve që lidhen me produktet shtazore dhe nënproduktet e tyre. Dhe kanë lënë një sër detyrash. Kanë lënë një sër detyrash për cilat ne, përmes inspektoriatit, do duhet të ndërveprojmë me 900 subjekte që janë në territorin e Shqipërisë dhe që kanë rrezikun shumë të qartë, po që të gjitha, jo 1-2, që të gjitha sot në kushtet që janë, natyrisht që mes tyre ka disa që me pak gjëra mund t'i plotësojnë standardet dhe një shumicë tjetër që do duhet bëjmë më shumë. Rreziku i mbylljes dhe ose përjashtimit nga tregu i stabilimenteve ushqimore që në ditën e antarësimit. Kështu që kjo kërkon radh parë vetëdijsim, në radh dytë kërkon informim për të kuptuar eksaktësisht që unë kam këtë pik, bëj këtë aktivitet. Çfarë duhet bëj unë që ky investim të mos ma marri lumi dhe si do më ndihmoni ju, qeveria shqiptare, strukturat e shtetit, që unë t'ja dal në këtë proces. Tjetra është çështja e thertorave. Ne kemi bërë një stabilizim krahasuar me kohën kur kemi marrë këtë detyrë dhe kur besoj e mbajnë mend gjithë ata që kanë kaluar nga kthesa e Kamzës, ku gjëja e gjallë therej në trotuar dhe gjaku rrithe në rrugë, e sjell këtë si një nga shëmbulltyrat e asaj kohe, dhe kemi kaluar në një nivel tjetër. Por ajo që është shumë e qartë nga pasqyra e problematikave dhe detyrave të lëna është që niveli ku ne jemi është shumë më i mirë se ai që ishim për Shqipërinë, por është larg nivelit për të marrë certifikatën që po ti mund vazhdosh thjesht territore dhe mund të shërbesh tregut evropian. Sepse nga momenti që ne hym në Bashkimin Evropian, ne nuk jemi më 28.000 km2. 28.000 km2 jemi për një sër gjërash, por për shumë gjëra tjera ne jemi aq 1000 km2 sa që është gjithë Bashkimi Evropian. Dhe çdo gjë që prodhohet në Shqipëri, çdo gjë që del në dyqan në Shqipëri, konsiderohet që del në dyqan në Bashkimin Evropian. Nuk është më çështja që s'të lën ta çosh në Itali. Çështja është s'të lën ta shesësh në Shqipëri, sepse je pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe duhet kesh standardet e sigurisë ushqimore që i garantohen qytetarëve të Bashkimit Evropian, siç do të jenë qytetarët shqiptar në momentin e antarësimit. Dhe për thertoret, problemi më i tmerrshëm, të cilin e kanë të gjitha thertoret, është ndarja e mbetjeve që nuk janë për konsum nga gjithë procesi. Dhe garantimi i ndarjes
sipas standardit Bashkimit Evropian dhe patjetër procesi i trajtimit të atyre mbetjeve sipas standardit Bashkimit Evropian për të shmangur çdo rrezik kontaminimi dhe çdo rrezik ndikimi të mbetjeve mbi sigurinë mjedisore, ushqimore e kështu me radhë. Asnjë thertore sot, edhe ato që janë shumë të mira në mënyrën se si funksionojnë së brendshmi, nuk e kanë këtë proces. Duhet bërë. Nuk është shkencë e madhe, por duhet bërë. Nëse nuk ekziston, thertoria nuk mbijeton në tregun evropian. Natyrisht që këtu ne kemi procesin e përbashkët me Komisionin, ku jemi duke punuar për ligjin dhe do duhet të miratojmë ligjin për në produktet shtazore që nuk janë për konsum. Do duhet të klasifikojmë mbetjet dhe trajtimin e tyre sipas riskut. Do duhet patjetër të mbështesim sektorit me investime specifike dhe patjetër të garantojmë gjurmëshmërinë, gjë që sot me teknologjinë e re është plotësisht e mundur, nga momenti kur mbetjet gjenerohen në thertore deri në asgjësim. Tjetra, sektori i qumshit. Sektori i qumshit është një tjetër sektor që nëse do të ishim sot antarët Bashkimit Evropian, nuk do t'i mbijetonte dot kërkesës së standardeve. Sepse është gjithë zinxhiri që duhet garantuar. Nuk është thjesht një pjesë, një hallkë e zinxhirit që mund të jetë brenda fabrika. Unë kam parë disa që janë me makineri të fjalës fundit, që janë të certifikuara në disa aspekte, por zinxhiri është i mangët. Ne duhet plotësojmë të gjithë zinxhirin. Dhe këtu përsëri vim tek nevoja për standarde. Dhe natyrisht, thënë të gjitha këto, unë nuk i trëmbem kohës që kemi dispozicion, është e mjaftueshme. Unë nuk i trëmbem aftësive të gjithë atyre që kanë investuar në këto 900 pika. Unë i trëmbem vetëm neglizhencës alla shqiptarëshe që hajtë se ka kohë. Ama se ka kohë, se s'ka problem. I trëmbem asaj idees që hajtë se do t'a gjejmë në fund, do ja gjejmë rrugën dhe Bashkimin Evropian se si t'ja rrëshqasim topin në përshal. Nuk ndodh kjo. Nuk ndodh. Dhe prandaj duhet filluar që sot me një plan gradual, patjetër, dhe me dije të plot për çfarë duhet bërë hap pas hapi. Natyrisht që vjen pjesa e shtetit se nuk është një ushtrim i ndarë, nuk është diçka që duhet ta bëni ju dhe gjithë ata që janë në këtë fushë dhe ne thjesht do çojmë kontrolle. Kontrollet janë të vlefshme për të ndihmuar ju. Dhe për këtë arsye kemi bërë dhe një strategji të këtyre kontrolleve që nuk do të jenë kontrolle ndëshkimore, nuk do jenë misione ndëshkimi, por do të jenë një mision kombëtar për një nga hallkat e ekonomisë sonë që të gjithë njerëzit që janë në këtë hallkë të dobët të marrin fillimisht informacion të plot se ku ndodhen. Dhe natyrisht kontrollet do të lënë porosi për të zbatuar. Dhe pastaj do të rikthehen për të parë zbatimin. Pra, do të jetë një punë e përbashkët, ndërkohë që nga ana jonë ne jo vetëm duhet të krijojmë sistemin e qëndrueshëm të kontrollit, pra që kontrollet të jenë mbrojtëse të interesit publik, por edhe mbështetëse të çdo sipërmarrje që nuk është duke shkelur ligjin, por në të njëjtën kohë ka nevojë
të rrisë standardet. Dhe pa tjetër, kapacitetet tona laboratorike do duhet të forcohen në shërbimin e sipërmarrjes për të gjendur më pranë dhe për të qenë më të mirë organizuar në territor që mos presësh me ditë tëra për të bërë një analizë dhe pikat e kontrollit kufitar janë një tjetër pikë e dobët. Ju e dini më mirë se unë, po dhe unë e di që janë një pikë e dobët të cilën do të adresojmë për të lehtësuar, por njëkohësisht dhe për të zhdërvjelësuar shtetin në kryerjen e detyrës pa u bërë pengesë dhe pa u bërë mur atje në për kufit e vendit. Kemi një plan konkret, investimesh, akreditimit laboratorëve, përmirësimit pikave të kontrollit kufitar dhe infrastrukturë digjitale për të plotësuar nevojat e sistemit dhe për të lehtësuar ndërveprimin me ju. Në mbyllje, dua ta përsëris, kjo nuk është një sfidë e cila vjen si rufe në qell të pastër apo një direktiv e cila vjen nga Moska për Shqipërinë komuniste, me imponim, si ka ardhur dikur. Kjo është një sfidë që vjen nga nevoja e brendshme e popullit shqiptar për të bërë më në fund pjesë me të drejta të barabarta e familjes së popujve të Europës. Dhe kjo është një sfidë e cila përthyet në të gjitha fushat e jetës dhe në çdo fushë të jetës, që nga drejtësia tek siguria ushqimore, duke kaluar për të mos i marrë me radhë se janë shumë sektor më sektor, përthyerja e kësaj direktive është në radh parë në interesin e qytetarit, në interesin e njeriut. Jo në interesin e një strukture, jo në interesin e një partije, jo në interesin e një qeverie, jo në interesin e një grupi kompanish, është në interesin e njeriut. Është interesi i njeriut që të ketë siguri ushqimore, është interesi i njeriut që të ketë barazi para ligjit, është interesi i njeriut që të ketë edukim dhe shërbim shëndetësor cilësor, është interesi i njeriut që të jetojë në një mjedis të mbrojtur e të tjera, e të tjera, e të tjera. Pra, nuk po e bëni këtë se e kërkon Brukseli, por se e kërkojnë fëmijët tuaj dhe fëmijët tanë. Dhe e kërkojnë të gjithë ata që nxjerrin parat nga portofoli i familjes për të blerë produktet tuaja. Keni detyrën t'ju shisni produkte të sigurta. Dhe të gjitha këto që kërkohen janë dia, paketa e dijes që vjen nga Bashkimi Evropian për ne dhe për ju, për të bërë të aftë që të tregtojmë në këtë vend produkte ushqimore të sigurta. Siguria ushqimore do të jetë një prioritet absolut. Ne nuk kemi sot probleme me sigurinë në kuptimin e rendit, kemi pasur dikur, sot s'kemi, fatmirësisht edhe fal punës së jashtëzakonshme që kemi bërë, e kemi normalizuar atë fushë, por siç ka qenë, dhe ju e mbani mend mirë të gjithë, një dekadë më parë, sfidë e madhe, rendi dhe siguria në rrugët e Shqipërisë do të jetë rendi
ligjor dhe siguria në të gjithë rrugët ku tregtohen produktet brenda Shqipërisë. Dhe përsëris, nëse në atë kohë dhe nëse për atë fush qasja jonë ishte luftë frontale, në këtë kohë dhe për këtë fush, qasja jonë do t'jetë krah për krah me ju. Jo ballë për ballë, se nuk jemi ballë për ballë. Jemi krah për krah. Për ballë kemi objektivin. Dhe për ta realizuar, na duhet të ecim krah për krah. Me besim, me vendosmëri dhe me krenari për atë që po bëjmë. Nuk keni për t'i marrë me vete. Po e mbyll duke ju treguar se çfarë i kërkoi Aleksandri i Madh në fund fare kur ishte në shtratin e vdekjes atyre që kishte rrodhur. Do mblidhni, tha, mjekët më të mirë dhe do t'i vini të ecin pas arkivolit tim. Mua, tha, do mi lini duart hapur dhe rrugën deri tek varri do ta shtroni me para. Edhe njëri nga ata i thot, po për çfarë duhet i bëjmë këto? Sepse njerëzit, tha, duhet ta shohin që as njeriu më i fuqishëm mbi këtë tokë nuk i ikën dot vdekjes. Dhe doktorët më të mirë kësaj toke nuk kanë çfarë i bëjnë. Njerëzit do ta shohin, tha, që dhe njeriu më i fuqishëm në këtë tokë, kur ikën, s'ka asgjë në duar. Kthehet si erdhi. Dhe njerëzit do ta shohin, tha, që gjithë pasuria që mblidhet mbi këtë tokë, mbetet në këtë tokë. Askush se merr me vete. Kështu që mendoni dhe për këtë, se jeta ikën shumë shpejt, miqtë e mi. Shumë faleminderit. Faleminderit Kryeministër për mesazhin e qartë, por mbi të gjitha për mbështetjen e pakurrësyer që na keni dhënë në këtë sfidë që sikundër dhe ju e përmendët fjalën tuaj, nuk është sfidë vetëm e juaja, nuk është sfidë e qeverisë, nuk është sfidë e ministrave, nuk është sfidë e institucionit, nuk është sfidë vetëm e industrisë, po sikundër e përmendër sfidë e të gjithë ne shqiptarëve. Ju faleminderit shumë të gjithëve për praninë tuaj.